18 kg ar me vlerë rreth 1.8 milion euro u vodhën nga 4 grabitës të maskuar dhe të armatosur mbrëm në një grabitje si në filma, në një artari të vendosur në qendër të Gostivarit. Ministria e Brendshme njoftoi se personat e armatosur me armë automatike hynë në artarin pranë tregut të vogël rreth orës 18:45 dhe duke e kërcënuar personin me jetë e detyruan atë të dorëzonte arin. Bëhet fjalë për artarin në pronësi të SZ nga Gostivari. Pas kryerjes së grabitjes, grabitësit ikën me një automjet pasagjerësh BMW X3 pa targa. Rreth orës 19, policia gjeti një automjet të djegur në rrugën rajonale Gostivar, ku kishte edhe një pushkë automatike. Minjerë janë ndërmarrë masa dhe aktivitete për gjetjen e personave të cilët kanë qenë të maskuar dhe me fantoma në kokë. Kështu që gjatë marrjes së masave në rrugën rajonale Gostivar Mavrov, rreth 500 metra pas kryqëzimit të Mavrovës, është gjetur një veturë e cila ka qenë përfshirë në flak dhe pasi nga ana e pjesëtarëve të njësitit territorial kundër zjarreve Gostivar është lokalizuar zjarri. Është konstatuar se bëhet fjalë për automjetin BMW me targa pa targa të regjistrimit, e cila dyshohet se është përdorur gjatë kryerjes së kësaj vjedhje grabitçare, kështu që gjatë inspektimit në vendin e ngjarjes është konstatuar se në automjet është gjetur një pushkë automatike me bajonet dhe vetura me urdhër të prokurorit publik është marrë për inspektim të mëtutjeshëm. E tërë ngjarja u zhvillua para banorëve të Gostivarit, të cilët u ndodhen rastësisht në rrugë në kohën kur po zhvillohej grabitja. Grabitësit u larguan të qetë nga vendi i ngjarjes, ndërsa qytetarët arritën që të xhirojnë të gjithë procesin e vjedhjes. Ndërkaq ende nuk ka asnjë të dyshuar apo të arrestuar për vjedhjen spektakolare në artarin në Gostivar. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria informojnë se po merren masa intenzive për gjetjen e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rastit të arit të vjedhur.